Të dashur të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lejet Allah të lartësuar do të shpjegojmë surën Tahrim, një surë medinase e cila e ka marrë këtë emër si shkak i një ndodhie familjare që ndodhi me profetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Tahrim që do të thotë të ndalosh diçka apo të bësh haram diçka, sepse Allahu i lartësuar na tregon një marrëdhënie të ngushtë të profetit alayhi salatu wassalam me bashkëshortet e tij në këtë sure dhe nxjerr mësime shumë të mëdha për mbar besimtarët musliman. Po çfarë ka ndodhur që e tregon Allahu i lartësuar në këtë sure, që ta bëj kaq të rëndësishme që të shpall një sure me këtë emër dhe për të na dhënë neve si besimtar mësime madhore. Profeti alayhi salatu wassalam, siç e dim të dashur besimtar, kishte shumë gra. Dhe sipas drejtësisë islame, ai duhet të ishte i drejtë në ndarjen e të drejtave me gratë e tij, të jepte kohën e duhur secilës prej tyre. Dhe profeti alayhi salatu wassalam e kishte prej traditës së tij që çdo ditë mbas namazit të ikindis, ai shkonte dhe kalonte kohë me bashkëshortet e tij, i pyeste për hallet dhe problemet e ditës. Mirë, por profeti alayhi salatu wassalam një ditë apo një farë kohë të caktuar, kur shkonte tek shtëpia e Zejnebes, bashkëshortës së tij, Zejneb binti Jahsh, aty ai rinte pak më tepër kohë se çka rinte tek bashkëshortet e tjera. Dhe këtë gjë Aisha radiallahu anha dhe Hafsa, dy bashkëshortet e profetit alayhis salam, vajza e Abu Bekrit dhe Omerit, dhe kjo është një me rëndësi të veçantë, bëhen xheloze për profetin alayhis salam. Pra, e gjithë tema këtu është tema e xhelozisë në familje. Bëhen xheloze për profetin alayhis salam, sepse ai rrinte më shumë kohë tek Zejnebia. Në fakt Zejnebia kishte marrë dhuratë një mjalt shumë të mirë. Dhe sa herë që profeti alayhis salam shkonte tek Zejnebia, ajo e qeraste me këtë mjaltin, donte të kalonte më shumë kohë me profetin alayhis salam, ishte privilegj i madh, e qeraste me mjaltin dhe derisa profeti alayhis salam konsumonte mjaltin, diskutonin problemet familjare. Por gratë u treguan xheloze nga ky aspekt. Dhe çfarë bën? I bën një lojë profetit alayhis salam. Dhe thanë që nëse vjen tek unë profeti alayhis salam apo vjen tek ty më përpara, pra Hafsa me Aishën, do t'i themi profetit alayhis salam që të vjen erë e keqe nga goja. Ndërkohë profeti alayhis salam ishte shumë i kujdesur për higjienën e tij personale. E urrente që ai të kundërmonte erë, mos të ishte i pastër. Dhe këtë gjë, këto gra e bën që profeti alayhis salam ta kuptonte këtë gjë dhe që të mos kalonte më shumë kohë me bashkëshortën e tij tjetrën. Dhe kur profeti alayhis salam e kuptoi këtë gjë, pse e bën bashkëshortet këtë lojë, ai i dha fjalën që u betua që unë nuk do të ha më prej asaj çfarë Zejnebia mua më qeras, nuk do të haj më mjalt. Dhe këtë profeti alayhis salam e bëri që të bëj një bashkim midis grave të tij, të shuaj xhelozin, të vendosi rregull në familje. Por Allahu i lartësuar, edhe nëse qëllimi është për të mirë, tek ligji i Zotit halali dhe harami është i qartë dhe është i prerë. Dhe Allahu do të shpalli pikërisht këtë sure. O ti profet, pse bën haram diçka që të ka bërë Zoti halal? Pse ja bën vetes tënde haram diçka që Zoti ta ka lejuar? A mos kërkon kënaqësinë e grave të tua?
duke vepruar në këtë formë, duke bërë diçka haram që Allahu nuk ka sjellur argument për ta bërë haram? A mundet që të ketë mbarësi familjare dhe mirëkuptim në një familje nëse ne do t'i ngrejmë themelet e familjes tona pa ligjet e Zotit brenda, me haram brenda, me atë çfarë Zoti e ka ndaluar? Kurse si. Ne duhet që të gjitha problematikat familjare që mund të kenë gjithsecili prej nesh, gjëja thelbësore që duhet parë është me çfarë kënaqet Zoti, me çfarë kënaqet Allahu i lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar do ta kritikojë pikërisht profetin alayhis salam. Dhe nga kjo gjë, profeti alayhis salam do të preket shumë. Ai do të betohet që nuk do të afrohet me gratë e tij më për një kohë një mujore. Dhe kur profeti alayhis salam largohet nga gratë dhe fillon të jetojë vetëm, u bë një problem i madh në Medinë. Dolen lajmet që profeti i ka ndarë të gjitha gratë. Dhe në fakt Allahu i lartësuar do të kërcënojë drejt për së drejti gocën e Ebu Bekrit dhe të Omerit, Aishën dhe Hafsën. Ku thot në këtë sure se nëse nuk pendoheni me sinqeritet që zemrat e juaja kanë rrëshqitur me këtë veprim, si ju e vendosin në lojë profetin e Zotit, më të dashurin Allahut të lartësuar, nëse ju nuk pendoheni, atëherë le ta dini që profeti i jepet leja nga ana Allahut të lartësuar për t'ju ndarë juve, për t'ju divorcuar juve, dhe ka për t'ju zëvendësuar juve me gra më të mira. Pra nëse ju fusni fitne në familje, bëhuni xheloze për gjëra që nuk janë për të bërë xheloze, atëherë këtë të drejtë i dha Allahu i lartësuar profetit alayhis salam, që t'i ndante bashkëshortet e tij. Dhe ky ishte një kërcënim i drejtë për drejtë për bashkëshortet e profetit alayhis salam. Prandaj, mësimi i parë që nxjerrim të dashur besimtar është se Islami e ndalon rreptësisht që një njeri nga mendja e tij të thotë halal apo haram diçka për fenë e Zotit lartësuar. Allahu e ka kërcënuar këtë çështje në surën Nahl 116 ku thotë: mos gënjeni me gjuhët e juaja, të flisni në emër të Zotit, në emër të fesë, dhe të thoni kjo është halal e kjo është haram, e të shpifni gënjeshtër për Allahun e lartësuar. Vërtet ata që shpifin rrenën dhe gënjeshtër për Zotin, flasin në emër të fesë Zotit pa dituri, ata kanë një dënim të madh tek Allahu i lartësuar. Gjëja e parë që profeti u kritikua, kur është kritikuar profeti alayhis salam, imagjino sa e rëndë është për ne më pas që të marrim guximin e të flasim në emër të fesë së Zotit, të marrim pishtarin e çlirimit e të flasim në emër të fesë së Zotit, pa pasur diturinë e saktë, pa pasur përgatitjen e duhur, dhe jo vetëm devijojmë veten tonë, po devijojmë edhe të tjerë duke i mësuar gabimisht. Prandaj duhet që besimtari të ketë kujdes kur flet në emër të fesë së Allahut të lartësuar, se në momentin që ai gabon, thot diçka që nuk është, ka bërë një gjuna të madh tek Allahu subhanahu wa taala dhe për atë meriton të dënohet. Allahu po na tregon në këtë sure edukimin e familjes dhe rreziqet e xhelozisë. Xhelozia, të dashur besimtar, është e dashur në momentin që është në kufit e lejesës në Islam dhe është e urryer më pas kur kalon në teprim. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është xheloz. Allahu xhelozon njerëzit të cilët adhurojnë diçka tjetër përpos tij, ndërkohë që Allahu thot unë i jap me ngrënë, unë i jap me pi, unë e kam sjell në jetë, unë e kam krijuar, dhe ai shkon edhe adhuron një statuj, Allahu sepse e don për vete robin, ta adhuroj atë, sepse ai është krijuesi absolut. Profeti alayhis salam na ka mësuar lijen e saktë deri ku mund të jetë xhelozia në shtëpi.
Dhe në momentin që njeriu është xheloz në shtëpinë e tij, për të ruajtur nderin e familjes së tij, bashkëshortës së tij, vajzave dhe djemve të tij, atëherë kjo është diçka e vlerësuar tek Allahu i Lartësuar. Në të kundërt, sepse jemi edhe në stinën e verës, e ka kërcënuar profeti alayhis salatu wassalam me mallkimin e Allahut xheleshanuhu atë njeri që nuk është xhelos ndaj nderit dhe familjes së tij. E ka quajtur dejuth. Tha profeti alayhis salatu wassalam, dejuthin Allahu nuk do ta shikojë me sy ditën e gjykimit. Do të meritoj zjarrin e xhehenemit. Nuk meriton mëshirën e Allahut. Dejuthi ishte një fjalë e re për sahabët. Dhe i thanë, "O ja Rasulullah, men huwa dejuth?" Kush është dejuthi? Çfarë do të thotë dejuth? Tha profeti alayhis salatu wassalam, "Ed-dejuth huwa alladhi la yughar an ahli baytihi." Dejuthi është ai që nuk ka xhelozi ndaj pjesëtarëve të familjes së tij. Apo më keq, ed-dejuth huwa alladhi yuridu fahsha fi ahli baytihi. Dejuthi është ai i cili do shthurje në familjen e tij. Dejuthi është ai që nuk ka xhelozi për bashkëshortën e tij, për vajzën e tij, për djalin e tij, që nga mënyra se si vishen dhe të dalin jashtë, që të kenë kujdes të vishen me veshjen më të përshtatshme, që të ruajnë turpin e familjes, të ruajnë nderin e familjes, e mos ta nxjerrin jashtë në rrugë. Të mbulohen ashtu siç Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar. Dhe kush prej muslimanëve nuk përpiqet në familjen e tij që të ketë xhelozi ke bashkëshorta dhe tek vajza e tij dhe të kujdeset tek veshja e saj para se të dalë në rrugë, por e le ashtu të lirë, pa pasur pikën e turpit se si të vishet, atëherë këtë person e ka mallkuar Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e shikon me sy ditën e gjykimit. Dhe kur jemi në këtë li të xhelozisë, kjo është shumë e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kur shkon xhelozia në gjëra të kota, kur shkon xhelozia në gjëra të paqëna, që njerëzit mund të kalojnë në paranoja, kjo le ta dim që është ndaluar nga feja e Zotit subhanahu wa taala. Xhelozia është vetëm kur ti e mbron derin e familjes tënde. Dhe këtu pikërisht Allahu i Lartësuar na mëson se edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk shpëtoi nga xhelozia e bashkëshorteve të tij. Edhe vetë profeti alaihi salatu wasalam nuk shpëtoi nga xhelozia e bashkëshorteve të tij, që do thotë kjo mund të jetë një fenomen i rrezikshëm që mund të jetë shkak që e çon familjen në ndarje, e çon në rrugë të cilat më pas janë shkatëruese. Të dashur besimtar, Allahu i Lartësuar e këshillon Aishën dhe Hafsen në këtë sure që të pendohen për këtë gabim që kanë bërë, që i thyen zemrën profetit alayhi salatu wassalam, që ai mbas një muaji përsëri do të kthehet tek bashkëshortet e tij, e plotson betimin e tij më pas. Ja pranon Allahu i Lartësuar pendimin, por është shumë interesante se Allahu i Lartësuar në fund të sures Tahrim përmend 4 gra të tjera. Kjo sure zbriti si shkak i 2 grave të profetit alayhis salam, dhe në fund të sures Allahu përmend 4 gra të tjera, që ka një lidhje mahnitëse se sa bukur Allahu i Lartësuar don me na dhënë mesazhe që t'i kuptojmë dhe t'i bëjmë praktik për të pasur një jetë të begatë familjare. Çfarë ndodh në fund të sures Tahrim, të dashur besimtar? Allahu i Lartësuar flet dhe tregon se o Muhammed, jepi atyre shembullin e gruas së Nuhut dhe Lutit, 2 gra të profetëve, gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ishin 2 gra nënkuror të 2 profetëve, por i tradhtuan profetët e tyre, bashkëshortët e tyre. I tradhtuan. Dhe ne e dim që edhe gruaja e Nuhut, edhe gruaja e Lutit, të dyja nuk e besuan profetin alayhis salam. Edhe pse ishin gra
të dy profetëve të mëdhej, ata i tradhtuan. Biles gruaja e Lutit e spionoi bashkëshortin e saj. Dhe mesazhi kryesor ishte drejt përse drejti për gratë e profetit a.s. Aishën dhe Hafsen. Dhe ishte ky mesazh: mos kujtoni se ju jeni gratë profetit edhe keni privilegj në ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit nuk ka askush privilegje, qoftë biri i profetit, qoftë gruaja e profetit. Ditën e gjykimit gjithsecili ka hesabin e vet me Allahun subhanahu wa taala. Edhe ju mos përfitoni se jeni gratë profetit dhe të bëni kështu veprimesh. Sepse edhe ju mund të përfundonin humbje, siç përfunduan dy gratë e profetëve që Allahu dha shembull në këtë sure. Por po ashtu, o Muhammed tha, jepu atyre shembullin e dy grave që besuan. Gruan e Faraonit edhe Merjemen, bijen e Imranit. Gruaja e Faraonit që ishte gruaja e njeriut më mizor në faqet të tokës, por ajo meritoi xhenetet e Allahut lartësuar. Dhe Merjemen që ruajti ndershmërinë e saj, pastërtinë e saj. Mesazh drejt për drejt për gratë e profetit alayhis salam. Që për të fituar xhenetin nuk do të thotë që duhet të jesh gruaja e profetit, të jesh nëna e besimtarëve në status. Por që të fitosh xhenetin, mund të jesh edhe gruaja e Faraonit, por ty të shpëton besimi. Mund të jesh dhe Merjemja që të gjithë popullin e ka kundra që e akuzojnë për imoralitet, po ajo ishte e pastër. Kështu që duhet pasur kujdes për të nxjerrë mësime të mëdha nga kjo sure. Prandaj të dashur besimtar, mësimi drejt për drejt në këtë sure fokusohet te gratë e umetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe një nga mësimet thelbësore është që njeriu duhet të jetë falendërues për mirësitë e tij, për statusin që ka, për familjen që ka, për pozicionin ku ndodhet, sepse vallahi brenda natës sa hapen mbyllsyt, njeriu po nuk ishte falendërues, po gaboi duke mos e falendëruar Zotin për mirësitë e tij, le ta di që ajo mirësi mund të iki nga momenti në moment. Ne po flasim për bijen e Ebu Bekrit dhe Omerit, të cilat, a dini çfarë ndodhi? Kur e mori vesh Omeri këtë ngjarje, shkon te profeti alayhis salam dhe i tha: ndaj o i dërguar i Zotit, dhe për vajzën e vet. Kush e vinte profetin, kush vinte diçka përpara me profetin alayhis salam nga sahabët? Ai ishte më i dashur për ta se sa vetvetja. Sepse Omeri një rast i tha: o i dërguar i Zotit, të dua shumë, i tha. Omeri tha: a më do më shumë se familja jote? Po, i dërguar i Zotit. A më do më shumë se vetja jote? Jo, i tha o i dërguar i Zotit. Nuk e ke arritur siç duhet. Omeri tha: gradën e lartë besimit. Mbas një farë kohe i tha prap: o i dërguar i Zotit, të dua shumë, i tha. Omer tha: a më do më shumë se vetja? Të dua më shumë se vetja, o i dërguar i Zotit. Kur ban të qofsha unë ty, nëna dhe baba im, tani po Omer. Dhe kështu ishin këta sahabë, sa që kur e mori vesh ta edhe vajzën time tha ta divorcosh. Kush guxon ta shqetësoj profetin alayhis salam? Dhe kështu gratë e profetit alayhis salam uftuan në falënderim. Dijani mirësinë që Zoti ju ka nderuar, të jeni nënat e besimtarëve, të fitoni statusin të jeni bashkëshortet e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ti dim begatitë dhe mirësitë e Allahut që kemi të dashur besimtar. Të dim vlerën e bashkëshorteve tona, bashkëshortet ta dinë vlerën e burrave të tyre. Të statusit ekonomik ku jemi, e çdo gjë duhet me falendëru Allahun subhanahu wa taala. Njeriu që të jetë falendërues për mirësitë që ka, duhet të shikojë njerëzit që s'kan, që të kuptojë që është në begati të madhe. Çdo njeri e ka këtë mundësi, sepse ka shtresa të ndryshme në shoqëri dhe gjithsecili prej nesh ka mundësi të shikojë dikë që është poshtë nesh, nga statusi i mirëqenieve të jetës së kësaj bote. Por përderisa jemi në Islam, në namaz, në besim në Allahun subhanahu wa taala, dijeni dhe të jemi të bindur që nuk ka mirësi më të madhe se kjo. Nëse s'jemi në rregull në namaz, dijeni se jemi duke gënjur veten e duke humbur kohën për të kthyer
sa jemi gjallë në rrugën e drejtë që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj lutem Allahun e lartësuar që t'i bëjë qarta halalet dhe haramet në jetën tona, na bëj për tyre që praktikojmë siç duhet fenë e Zotit lartësuar, të mos nxitohemi, të jemi falendërues, të dimë mirësinë e familjes, të dimë mirësinë e begative të Zotit subhanahu wa taala, dhe Allahu ka premtuar: "Wa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid." Nëse jeni falendërues, kam për t'u ashtuar mirësitë e mia. E nëse jeni mohues, dijeni se dënimi im është i ashpër. Allahu na ruajt prej dënimit të tij, na bë prej falendëruesve dhe na bë prej tyre që Allahu subhanahu wa taala i begaton në xhenetet e tij të larta, në xhenetet Firdaus. Allahu na bashkon në xhenetet e larta, siç jemi gjithë së bashku në këtë xhami. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma